Kreu aktual i komunës së Prizrenit Shaqir Totaj do të garojë për një mandat të dytë në zgjedhjet lokale që mbahen të dielën me 12 tetor. Prizreni është komuna e dytë më e madhe në Kosovë pas Prishtinës, ndërsa për drejtimin e saj këtë vit konkurrojnë gjithsej 8 kandidatë. Si avantazh ndaj kundërshtarëve të tij, ai përmendi leadershipin dhe përvojën në drejtim. Unë e konsideroj që performanca jonë, vlerat tona, besimi që ne kemi nga qytetarët, planet tona, mënyra se si funksionojnë, janë përparësi të cilat neve do të na mjaftojnë për të arritur fitoren, kështu që me kundër kandidat nuk miremi shumë, sepse konsideroj që nuk do të varet nga dobësitë e tyre, por do të varet nga përparësitë tona se kush do të fitojë Prizrenin. Totaj për Kukës Televizion deklaroi se pret një fitore të bindshme, të cilën e lidh me, siç thot ai, kredibilitetin e qeverisjes lokale gjatë 4 viteve të fundit. Unë kam pritshmëri edhe me një përqindje të madhe të konfidencës se do të fitoj. Edhe kjo fitore do të jetë si rezultat i një performance të mirë, rezultat i një kredibilitetit të qeverisjes lokale, të cilën punë të mirë edhe kredibilitet e kanë vlerësuar pozitivisht qytetarët. Kur them qytetarët, mendoj të gjithë qytetarët, pa dallim kombi, pa dallim feje, pa dallim gjuhe. Edhe kjo është një nga elementet më pozitive e cila ka ndodhur kohëve të fundit në Prizren. Përmendet konfidencë, fitore me konfidencë, si ta kuptojmë këtë? Ka diçka shet kjo konfidenca në to? Konfidenca është vetbesim. Do të thonë unë kam vetbesim sepse ka argumente të mjaftueshme edhe indikatorë të mjaftueshëm se ne do të fitojmë. Natyrisht kjo është garë, edhe kur gjë s'ka të sigurt, ama vetbesimi është i plotë, sepse ky vetbesim bazohet në punët e mira që janë bërë, në besimin që kemi nga qytetarët, edhe në planet e mira që kemi për të ardhmen. Ai thekson se mbështetjen e kërkon nga të gjithë qytetarët pa dallim etnie apo përkatësie fetare. Leadershipi i cili bazohet në mentalitet të punës ekipore, bazohet në delegim, bazohet në vlera siç janë transparenca, bashkëpunimi, korrektësia, sinqeriteti, fleksibiliteti, të cilat vlera neve na udhëheqin në punën tonë, në këtë rast për qeverisjen lokale, edhe këto vlera më kanë udhëhequr tonë jetën, edhe kur kam qenë 20 vjet drejtori i administratës tatimore, po edhe kryetari i klubit basketbollit, edhe nënkryetari i Federatës Basketbollit, domethënë është një tërësi e vlerave që janë udhërrëfys edhe të cilat kanë sjellë një sukses kudo që kam qenë prezent edhe me çka do që jam marrë. Nga të dhënat e publikuar nga KQZ, Prizreni është komuna e dytë në Kosovë me numrin më të madh të votuesve me 191.752 votues.